Non sta fuori. Stiamo per dire... Non che si connette, siamo tutte proteine, lei che non c'è. Bresley Mops. Passa questa cosa. Hajde, si ma. Shëqërë, Nazvaš na filime. si? Na filime. Nga kush fillim? Principal. Nga përshëndetje? Mbasugare kona po, është Shkoja me triun si. Jo. Për këtë Një nga karot ka bërë Krash. Tani se ku e ka bërë atë rolin? Për një ajde. Anë s'dum që ta ashtu, sa po i bëj Si, pa të bërë kollaj se 3 minuta ke po. Për gjithë. Se nuk e di, mund të kenë atë krashin, mund të ketë... Mund të ketë... Mund të ketë në fund, o mund të ketë edhe në fillim, nuk e di ku e ka bërë. Hajde, nuk ka problem, fillojmë. Hajde, 3, 2, 1, ecë. Një kartë. Hajde. Hajde. Fillojmë. Fillojmë. Përshëndetje të dashur miq, që jam pra ku jemi dhe sot, në qështë për të qeshur është. Me mua sot është çuditshme. Ndodh çdo javë që unë kem mirë ditor. Me mua sot është Lorena Piti e Bajçi, nga pas djem që nga shoku jot Ronaldo, që nga Genti, që nga Marko, po do të gjeni ku pas mirë ditor. Ti do të prezantosh sot për mikun tënd, që e ke gjithashtu të pjesëtar të grupit. Si fillim faleminderit për ftesën. Faleminderit. Miku im është Bedi Baroni, është pastirësi i grupit. Bedi është nga Kuja. Veriot nga Kuja. Po. Merë me qikë. Ne në pamonë, po sipër. Merë shumë mirë. Unë i falenderoj për të që jam sa të dua ti si fillim azinin shumë që të pashëm në mbrapa kujta dhe kishim që konflikte në smarrëveshje grup. Në rrosë zinin shumë, edhe arsye kryesore pse. Zjemi gjithmonë për pjesën e muzikës. Për punën. Mirë, Qa i përpjesë punës, jashtë punës jemi shokë shumë të mirë. Ska zënë ka ishme. Edhe pse punë nevojmë edhe jashtë punës, po. kush do na të shumë mirë? Ose nga pjesëtar të E grupit. bëjmë me ramë. Se vënu dhe jashtë. Sot se di. Na, Pa trafiku që. Lore kërë no. se shkurti fasin Lori. Lori ti mënosh? Tani, Arsye Ne kemi kryesore për të thashë. parokeria. Parokeria? Si çdo vajzë tjetër, është çuditshme unë jam shështare, po bën ka 5 minuta. Si punë jeme. Është vërtet, kur nuk pëndor. Edhe shumicën e rasteve përveç se vënohem me harroj edhe një gjë. Po, rregulloj. Ma e gati dhe zhëmëra që mund të harroj. I merr. Ne fish të gjokë që. Ajo ndodhë që të shkojnë në klasë, në kemi në ta kolegë që gjithmonë na shikojnë dhe një mos përfili, ajo dhe ky. Ne kemi sparim me pakin në Shqipëri, se gjitha të rrës shqiptare, që jemi gjithmonë një hapë për para se tjerë, në duke të jemi më mirë, nuk duan të japim ato sekundë të mirë tjetër. Me thënë drejtën, te kolegë të tjerë, unë kam pak atë pjesën e xhelozisë. Po vetë si person nuk jam xheloze për asnjë gjë. Madje familja më thot me do të ish pak xheloze për shkak se shtyl për të bërë diçka më të bukur. Po harë se kam hiç. Çfarë do të bëj, mbaroj pjesën time. A je xheloze në dashuri? Po. Ti do të besosh njëra ajo dashuruar, po kisha dashuruar, do thoja jam. Po nuk është të thënë, unë mund të jem xheloze për fëmijën tim, mund të jem dashuri, ka dashuri të ndryshme. Jo. Nuk ka vetëm dashuri me partner. Ti të fillë të rëndësi Ja. s'ka. Patër nëse ke qenë xheloze? Tani, Tani fes. Të bëjmë tash edhe me gotë. Bëjë shumë marrë. Tani po e kthej tek kjo s'ka dashuri pa xhelozi. Do të thotë që je patër. Eqi. Je nga këto natyra që është brilon telefonin, vdes ta kontrollosh po? Vdes po, por jo se e bëj gjithkohës. Si policia. Më bren nga brenda, kërse. Mundoj mos ta nxjerr jashtë. Po? Ti bledi? Ja, dhe na bëjnë që? Ja.
Cosa da milioni. Që I ka kalu këto faza të Jo, s'kam qenë erë. Mas njerë sa, një ka kishë në parku në pjesë, si Jam I qenë. mua do më të spote shumë kjo pjesë, nëse të kështë partnerë që është qetës, s'ka pak interes, që në dhe ja. Pak duhet, po jo, me exageru në. Ja, Laureta ta nëzika jetë, po është pse me kësi. Laureta ti ke një këmë dashurje shumë bukur, është dhe këmë e jetë e marrë. Po, shpirti tim. Kush është shpirti tëmë? Asi. Po, se ka qenë. Kënga ka dalë për Shën Valentin. Jo është kushtuar dashurisë, po Jo, se ka diçka personale. Jo, ke bërë të të dashurje? Jo. Jo, asnjëherë. Ka qenë. Unë do ta përshëndes që këmë në data dhe do masën të vazhdojmë sërish në bisedë. Hajde deri me slow motion. Si do të fitet me tekst. Jemi rikëtyrë sërish, pasaj këmë të kështë bukur, rrëni të fshin kishtë. Do të ditë të jemi të koqë, se një të luar kamire, nga të sakrificat të paja, ato emocionat të skelas.
Koma ju e parë që kemi fluar. Të thënë të drejtën, unë emocione s'kem para kam. Jo? Jo, asnjëherë s'kam pasur. Pastaj rrugtimi ka nisur në shkollë, që në klasën e tretë. Unë gjithmonë doja të merrja pjesë në aktivitetet e shkollës. Disa nga mësuesit bënin skip, se më shihnin kështu të voçkën. Ata skip. Jo, mos bëja skip. Unë bëja skip fjalëve të atyre se isha në skenë. Gjithmonë kam ngulja për atë që doja. Në sakrificë, ke bërë për qënë sakrificë. Të lojtë që gjitha në ndodhë që rrëpimi janë këtë ato sfidat e vetë, ato krizat, ato nëgesat, ata njerëzit që jo gjithmonë janë të bindur për atë që të duam bëjmë. Të thënë të drejtën, në gjimnaz kam konkuruar për kampë dhe një vit nuk kam shëtuar. Vazhdova gjimnaz të përgjithshëm. Pastaj me shumë zënë kam në familjen, se ato u lumturuan si fillin që unë nuk fitova konkursin. Vazhdova edhe një herë vitin e parë, vetëm që të vazhdoja pjesën e muzikës. Do më thonë ke kaluar dy breza. Dy breza, dy vitin e parë. Dy herë vitin e parë. Por, falë zotit, kur nisa unë për dy vitin e parë, shkolla u bë 3 vjeçare dhe ishim fix vitet. Të vjeti ke sakrifikuar, se ke vazhduar të karrierën, jam kurioze. Binda e familje muzikale që është një muzikore që është prindrit. Dhe kam fillu që në klasë moshë 5 vjeçare, mësimet e para për fizharmonikë. Pastaj me kurse që janë liceu artistik, Akademinë e Arteve. Kjo ti ke mbaruar art. Po. Aktualisht punoj specialist muzike, Pallatë Kulturës Kryes. Kështu. E kështu vazhdoj karriera ime. Unë dua ta vazhdoj me një këngë ritmike. Çfarë do na jeti sot për koneksione publike, po gjithashtu për ne edhe sot. Lelore, si pastaj. Allora, Ritmike popullore apo dojë popullore. Andaj nga rrëdhë e gjatë, nga verimet. Okej, do bëjmë një tropojanën. Ta përshëndesim Silvanën. Faleminderit. Vini që të di shumicë e publikut, pjesa më e madhe që i di emisionin tim janë nga me. Po asërit në diskutim. Dhe dhe që ato bravo, i klumë goja dhe kuj gjatë të komentar. Dhe për mua se nuk ka qënë qëllim që të kemë ogrin emisioni komentar